Një jahtë që lundronte në drejtim të Himarës dhe që dyshohet se ka qelluar me armë zjarri në ajër, është ndaluar pas një operacioni nga deti dhe toka të forcave të policisë kufitare, Delta Force dhe FNSH-s. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e së dielës teksa ishin pushuesit në zonë që njoftuan policinë për të shtëna me armë zjarri në ajër. Pas të shtënave, personat që ndodheshin në bordin e jahtit kanë tentuar të largohen në drejtim të bregut, por janë kthyer sërish drejt mjetit lundrues pasi kanë parë policinë. Më pas jahti është larguar nga zona duke fikur dritat, në përpjekje për të shmangur identifikimin dhe ndjekjen nga autoritetet. Policia kufitare së bashku me Delta Forcën dhe FNSH-n janë vënë në ndjekje të mjetit lundrues. Operacioni ka zgjatur rreth 2 orë, deri në momentin kur jahti është ndaluar dhe më pas është shoqëruar drejt Porto Palermos, ku janë bërë kontrolle dhe verifikime lidhur me ngjarjen dhe përdorimin e armës së zjarrit. Policia ka shoqëruar edhe 4 personat që ndodheshin në mjet, ndërsa gjatë kontrollit të tyre dhe në bordin e jahtit nuk janë gjetur sende të kundralishme. Grupi hetimor vjon hetimet për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes.